Të nderuar përfaqësues të mediave, autoritete qeveritare të Shqipërisë, i nderuari zoti kryeministër i Shqipërisë Sali Berisha, sot jam i privilegjuar dhe emocionalisht i prekur thellë nga ndjenja e respektit për vizitën tuaj, të nderuar të pranishëm, për vizitën e mikut tim, kryeministrit të Shqipërisë, zotit Sali Berisha. Dhe ka shumë arsye të ndjehem kështu, se pari takoj homologun tim nga Shqipëria si kryeministër i qeverisë së Republikës së Kosovës, Kosovës shtet i pavarur, sovran, demokratik dhe multietnik, me vizion të qartë për integrim në NATO dhe Bashkim Evropian. Pastaj, kjo periudhë ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme edhe për Shqipërinë, edhe për Kosovën. Vizita e kryeministrit të Shqipërisë, zotit Berisha, është vizita parë në Kosovën e pavarur, prandaj i nderuari kryeministër, zoti Sali Berisha, mirë se ka ardhur në Kosovën e pavarur. Institucionet legjitime të Republikës së Kosovës të mirëpresin, populli i Kosovës të mirëpret. Sot e prita dhe Kosova pret arkitektin e ndryshimeve në Shqipëri, kryeministrin Sali Berisha. Realizuesin e projektit të ëndrave të qytetarëve të shqiptarëve në ndërtimin e autostradës Durrës-Morin. Por, i nderuari kryeministër, kam kënaqësinë të ju informoj se edhe ne tani nuk po numërojmë muajt apo vitet, por po numërojmë ditët kur do të fillojmë me realizimin e projektit, gjithashtu ëndrrë qytetarëve të Republikës së Kosovës për ndërtimin e autostradës Morin, Prizren, Prishtinë. Dhe unë dua të besoj fuqishëm dhe i ftoj qysh sot se siç e kishëm shtrëngimin apo përqafimin e ngrohtë në tunelin e Kalimashit në thyrjen e muajit historik, besoj se do ta kemi edhe përqafimin e ngrohtë në ambient hapur në Morin, buzëbjeshve të Pashtrikut për vazhdimin e autostradës në drejtim të Morinit, Prizrenit, Prishtinës. Sot prita dhe jetësuesin e integrimit të Shqipërisë në NATO, kryeministrin Sali Berisha. Kontribusin e madh për pavarësinë e Kosovës, me shenjë mirënjohje, respekti, siç edhe jeni të njoftuar, presidenti i Republikës së Kosovës, doktor Fatmir Seliu, do ta çmoj dhe do ta vlerësoj lart me çmimin për pavarësi në mënyrë meritore kryeministrin Berisha. I nderuari kryeministër Berisha, më lejot ju falenderoj personalisht për gjithë kontributin tuaj personal, të qeverisë tuaj, të politikës së Tiranës në mbështetje të forcimit të shtetit të Kosovës. Ne po ndërtojmë shtet demokratik, me institucione funksionale, me një demokraci të re por të zhvilluar, të kultivuar, me respektimin, kuptimin më afirmativ të mundshëm të minoritarëve. Tani me jemi në prag të organizimit të zgjedhjeve të para të lira në Kosovën e pavarur, është mjaft inkurajues certifikimi shumë subjekteve dhe minoritare, dhe unë dua të besoj fuqishëm dhe po punojmë që edhe këtë provim të rëndësishëm të parë, mund të them jashtëzakonisht kuptim plot, Kosova, partitë politike, institucionet, qytetarët të kalojnë me sukses të plot. Shpejti presim edhe raportin e progresit nga Komisioni Evropian për Kosovën, por dhe studimin e fizibilitetit. Kemi besim plot se Kosova do ta fitojë në mënyrë meritore udhëheqësin evropian për integrime.
udhërefys ky, me cilin do të ballafaqohemi me shumë sfida, por me përgjegjësi të lartë shtetërore për të implementuar gjitha kriteret e nevojshme për një vend demokratik, kriteret demokratike edhe në politik, edhe në legjislacion, edhe në ekonomi. Tani me shteti i Kosovës, i nderuar i kryeministër, po konsolidohet. Tani me jemi pjesë edhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, edhe Bankës Botërore, shpejti do të jemi pjesë edhe e Bankës për Zhvillim dhe Rindërtim Evropian. Dhe nuk është fshehtësi të themi publikisht se raportet tona, raportet ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë raporte të shtetërojnë raporte vllazërore. Ky bashkëpunim i shkëlqyer mes dy qeverive tona është duke u thelluar çdo ditë në vazhdimsi. Dhe si rrjedhoi këtij bashkëpërkushtimi, dy qeveritë tona pra sot nënshkruan marrëveshjet për lëvizjen ndërsjellë të shtetasëve, protokollin për qarkullimin në zonat kufitare, marrëveshjen në fushën e doganave, marrëveshjen e bashkëpunimit policor ndërkufitar, marrëveshjen e ripranimit të personave me qëndrim të paligjshëm dhe marrëveshjen e bashkëpunimit të administratës lokale. Këto marrëveshje rregullojnë bashkëpunimin ndërshtetëror në fushat përkatëse, duke vendosur rregullat të cilat të respektohen nga shtetet tona. Ne do të vazhdojmë të kemi bashkëpunim shumë të avancuar. I nderuari kryeministër, zoti Berisha, ne si institucionet Kosovës ne kemi edhe këshillat, rekomandimet, ndihmesën e pakursyer dhe shumë dobipruese edhe prej komunitetit ndërkombëtar. Kemi një bashkëpunim shumë ngushtë me ASEAN, me EULEX-in, me KFOR-in. Jemi duke ndërtuar raporte shkëlqyeshme me gjitha vendet fqinje, edhe me Maqedoninë, edhe me Malin e Zi dhe vullneti është i mirë nga ana jon edhe në raport ndërshtetëror me Serbinë. Prandaj kam kënaqësinë për këtë mikpritje të cilën e organizoi populli i Kosovës, institucionet e Kosovës, për ju, i nderuari kryeministër. Ne do të vazhdojmë përkushtimet tona të përbashkëta, përkushtime këto që ndërlidhen drejt për drejt me integrimet euroatlantike dhe avancimin e ndërtimit të shteteve tona. Faleminderit, i nderuari kryeministër, dhe mirë se ka ardhur një. Faleminderit, zoti kryeministër, dhe edhe një herë duhet shpreh mirënjohjen më të thellë. Respektin tim më të madh, admirimin. Së pari, për rolin dhe kontributin tuaj thelbësor në çlirimin e Kosovës, në shpalljen e pavarësisë Kosovës, në udhëheqjen e qeverisë Kosovës në një nga periudhat më historike për Kosovën. Ju falenderoj përzemërsisht për pritjen vllazërore, por kam kënaqësinë time të madhe dhe gëzimin e veçantë të theksoj se në 20 muaj Kosova ka shënuar arritje të mëdha kombëtare dhe ndërkombëtare më shumë se çdo vend tjetër që unë di në historinë e re. Dhe kjo është një merit e jashtëzakonshme e udhëheqjes politike të Kosovës, e forcave politike dhe qytetarëve të Kosovës. Ajo çka më impresionon në sensin më pozitiv është fakti se si luftëtarët e lirisë po ndërtojnë me përkushtimin më të madh vlerat për cilat ata luftuan.